Egli drejt rikthimit në Big Brother VIP Albania zbulohen detajet. Për të mos thënë gjithmonë, largimet nga Big Brother VIP Albania janë më të zhurmshme se sa hyrjet brenda kësaj shtëpie, siç ndodhi edhe me Egli Takon. Largimi i befshëm ka pushtuar rrjetin dhe pyetja më e madhe nga ndjekësit është të shohin një rikthim të saj. Ndonse që nga dalja reagimet e Eglit janë të rralla dhe me këtë gjë duket se ish banorja ka luajtur më së miri, teksa kujtohem se kur ishte pjesë e programit numëronte rreth 192.000 ndjekës, teksa pas daljes shifrat kanë fluturuar në më shumë se 328.000 ndjekës, duke u rritur me më shumë se 130.000 ndjekës në një kohë të shkurtër. Egli së fundmi po bën xhiro në rrjet, teksa të gjithë po e ndjekin për të parë se çfarë reagime do kenë dhe nëse është mirë nga ana shëndetësore. Por një skenar tjetër duket se ne ka dhënë Ronaldo Sharka, gazetari shumë afër Top Channel-it dhe Big Brotherit, teksa në emisionin Wake Up ka dhënë deklaratën e papritur. Ai shtoi se mund të kemi rikthimin e Eglit si banorët e viteve më parë, siç ishte Efi, Kiara Tito e Bledi. Teksa e ka hedhur këtë bombë, duket se po gjenden shumë ngjashmëri midis rifutjes së Kiarës dhe Eglit. Edhe Kiara ish partnerja e Luizellit, e cila doli nga një televotim i fortë. U rikthyet në Big Brother VIP, por nuk ishte më e njëjtë pas leximit të komenteve. Të shumë kanë qenë edhe komentuesit e fansat e Eglit që ka thënë se një rifutje e saj do të ishte pa kuptim dhe vetëm për të prishur lojën gjestit, teksa nga ana tjetër janë të shumtë ata që e shohin se një rifutje e saj tani më që është më i qetë që dhe di dhe perceptimin nga jashtë do të jetë një ndihmës për gjestin për ta qetësuar nga ana emocionale.